Shumë profesioneve. Shka nuk po më pëlqen kohën e fundit, është që ndërhyrjet estetike po kryhen në për salone. Nuk kam asgjë personale me askënd, mirë po është shumë shqetësuese për mu si doktoresh, kur i shoh frizerkat, po shprejmë kështu bukfalisht frizerkat, me një trajnim apo 2 trajnime, një ditore, të cilat e lshojnë themin edhe e kapin injeksionin. Realisht ju kisha bo thirrje krejtve, themi është për juve, injeksionin lena një neve doktorave, sepse është profesioni jone. Edhe krejt atyne që vendosin me bu ndërhyrje estetike, edhe nëse zvendosin me ardhe unë, ju kisha lut, bilet pakten me zxedh që ata që shkojnë injektusi me qenë doktor, me qenë i profesionalizum këtë drejtim, edhe me qenë kompetent për me kry ndërhyrjen estetike. Sepse as vet nuk ja kanë iden sa është rreziku dhe sa është i madh risku për komplikime. Edhe ma e keqja është që persona cilët nuk janë adekuat edhe nuk janë të profilit të mjekësisë, nuk din as qysh me menaxhu një komplikim të tillë. Prandaj rreziku është shumë i madh dhe ju kisha bo thirrje krejt atyne që dojnë me bo ndërhyrje estetike, ju los ta zgjedhni injektusin. Ma sot dhe ti nuk ke me shku ma te frizerat. S'kan me të pranu. Thojnë, qa ke folti për ne? Une për mu grimu shkoj prap, si kur sot para emisionit, ama për ndërhyrje estetike, normalisht që zgjedi doktorin, pa dyshim.